Në botën e showbizit turk, pasionet nuk janë vetëm në ekran. Në vitin 2024 dhe 2025, disa aktorë u dhanë shikuesve romanca të reja të ndritshme, që u bën menjëherë tema numër 1 për fansat. Këta çifte hyesh nuk i fshenin ndjenjat e tyre dhe historitë e tyre të dashurisë. Por le të shohim se kush fitoi zemrat e njëri tjetrit këtë vit. Hafsnur Sança Ktutan dhe Kubilai Akan. Siç e kam përmendur edhe në një video të kaluar, romanca e tyre filloi në verën e vitit të 2024-s dhe u bë menjëherë një nga temat më të diskutuara në biznesin e shfaqjeve turke. Në fillim, të dashuruarit nuk i fshehën ndjenjat e tyre, shpesh shfaqeshin së bashku dhe ndanin foto të ngrohta, por deri në fund të vitit, fansat vënë re një shenjë alarmante. Ata e larguan njëri tjetrin nga rrjetet sociale. Kjo shkaktoi një valë thashe themesh për një ndarje. Mirë po, për kënaqësinë e fansave, pas pak kohësh, çifti është parë sërish së bashku, të kapur dorë për dore. Sot ata vazhdojnë të ndërtojnë një marrëdhënie dhe duket se po afrohen çdo ditë më shumë nga njëri tjetri. Devrim Oskan dhe Lukas Torriera. Historia e këtij çifti filloi në vitin 2024 dhe u bë një sensacion i vërtet. Në shtypin turk, Devrim është një nga aktorët më të kërkuara në Turqi dhe Lukas është një yll i klubit të futbollit Galatasaray. Ata u prezantuan nga miq të përbashkët dhe që atëherë ata janë praktikisht të pandarë. Fotot e para të përbashkëta u shfaqen pas ndarjes, ku Devrim erdhi për të mbështetur Lukas. Çifti nuk e fshen ndjenjat, ata pushojnë së bashku, marrin pjesë në ngjarje shoqërore dhe gjithmonë e shikojnë njëri tjetrin me ngrohtësi të veçantë. Sot romanca e tyre është ende në lulëzim dhe fansat po presin me padurim se si do të vazhdojë kjo histori e bukur. Dilan Çiçek Deniz dhe Rafael Çemo Çetin. Në verën e vitit 2024, Dilan u shfaq papritur në krahët e aktorit Rafael. Romanca e tyre ishte një surprizë dhe për miqtë e ngushtë, pasi më parë ata nuk kishin kontaktuar në asnjë mënyrë publike. Tash themet e para për çiftin u shfaqen pasi ata u panë së bashku në një nga festat e verës Buzdetit. Më vonë, të dashuruarit u panë gjithnjë më shumë në restorante dhe në shëtitje nëpër Stamboll gjatë natës, pavarësisht se përpiqen të shmangin vëmendjen e panevojshme dhe rrallë ndajnë foto të përbashkëta. Pamja dhe buzëqeshja e tyre gjatë daljeve të rralla publike thot më shumë se çdo fjalë. Sot ky çift është ende bashkë dhe historia e tyre vetëm sapo merr vrull. Alina Kaliaqoglu dhe Kanbai. Në fillim të vitit 2024, emri i aktores u duk përsëri në lajme. Dhe jo për shkak të projekteve televizive, shkak ka qenë romanca e saj me një reper të njohur, i njohur me emrin artistik Kanabai. Ata u takuan në një nga ngjarjet muzikore ku gjetën menjëherë një gjuhë të përbashkët. Çifti nuk i fsheu ndjenjat e tyre, fotot e përbashkëta, fjalët e ngrohta me njëri tjetrin, videot qesharake mbushnin shpejt rrjetet sociale. Marrëdhënia e tyre është plot nxitje dhe energji. Koncerte, festa, udhëtime dhe mbështetje të vazhdueshme për njëri tjetrit. Sot Alina dhe Kanbai vazhdojnë të jenë së bashku dhe fansat i konsiderojnë ata një nga çiftet më të dritur dhe më me stil në biznesin e shfaqjeve turke. Çejda Duvençi dhe Guçlu Mete. Për Çejdën viti i 2024 ishte një kohë ndryshimi. Pas një ndarje të vështirë, ajo takoi papritur një person të ri që ja ktheu buzëqeshjen. Doli të ishte drejtuesi radios Guçlu Mete. Njohja e tyre filloi në një bisedë miqësore në ajër, por shpejt u shndrua në diçka më shumë. Disa javë më vonë, ata u vënë re në shëtitje dhe darkat e përbashkëta. Çejda dukej se lulëzonte pranë tij, sytë e saj shkëlqejnë përsëri dhe buzëqeshja nuk i hiqej nga fytyra. Çifti nuk ka turp të shfaqë ndjenjat e tyre, duke ndarë shpesh momente prekse në rrjetet sociale dhe duke mos humbur asnjë rast për të mbështetur njëri tjetrit. Sot Çejda dhe Gulçu ecin në publik dorë për dore, duke dëshmuar se dashuria e re mund të vijë atëherë kur nuk e prisni. Në moshën 24 vjeçare, aktoria Esra Bilgiç, e njohur për bukurinë dhe karizmën e saj të sofistikuar, hapi një faqe të re në jetën e saj personale. I zgjedhuri i saj ishte përfaqësuesi i një prej familjeve më me ndikim dhe më të pasur në Turqi, Faruk Sabancı. Romanca e tyre nisi në heshtje, pa deklarata dhe me zë të lartë, por shpejt u gjend në qendër të vëmendjes, kur çifti ra në sy
Në një prej mbrëmjeve prestigjioze bamirësie, Esra dhe Faruku duken harmonik dhe të sigurt. Ata mbështesin njëri tjetrin në karrierën e tyre dhe shijojnë udhëtimet së bashku. Pavarësisht se ata përpiqen të mos ekspozojnë jetën e tyre personale. Një afërsi e veçantë ndihet në çdo dalje të tyre të rrallë publike, sot ata janë ende bashkë, dhe historia e tyre vazhdon të frymëzojë ata që besojnë në dashurinë e bukur dhe të sinqertë. Zene Bastik dhe Serekaj Tuti Unçy. Romanca e tyre u bë një nga djesitë më të diskutuara të vitit të 2024-s. Këngëtarja Zeynep dhe Serekaj janë takuar në një nga eventet sociale, ku mes tyre ka lindur menjëherë simpatia, së shpejti ata filluan të shfaqen së bashku. Fotot e tyre të përbashkëta u përhapën menjëherë në rrjetet sociale. Zeynep dhe Serekaj nuk i fshehin ndjenjat e tyre. Ata shpesh publikojnë foto të përbashkëta nga pushimet, ndajnë momente të ngrohta. Nga përditshmëria dhe flasin hapur për mbështetjen e ndërsjellët, lartësia e tyre në komunikim, buzëqeshjet e sinqerta dhe aftësia për të shijuar çdo ditë e bëjnë këtë çift një nga më të dashurit për publikun. Sot dashuria e tyre vazhdon të rritet dhe marrëdhënia e tyre po forcohet. Aktori Çagataj Ulusoi dhe aktoria Aslihan Malbora. Në fund të vitit 2024, shtypi turk shpërtheu me lajme. Një nga aktorët më misterios në vend, Çagataj Ulusoi, është në një lidhje me aktoren Aslihan Malbora. Tash themet e para u shfaqën pasi ata u panë së bashku në një nga qendrat tregëtare të Stambollit. Çifti përpiqet të mos reklamojë jetën e tyre personale, por fansat e vëmendshëm vëren se që atëherë Çagataj ka filluar të shfaqet më shpesh në ngjarje sociale dhe Aslihan shfaqet gjithnjë më shumë para objektivit të kamerës. Paraqitjet e tyre të rralla të përbashkëta shkaktojnë gjithmonë stuhi, emocionesh dhe fansat. Sepse ngrohtësia e veçantë lexohet në çdo vështrim dhe gjest, sot ata vazhdojnë të dalin së bashku dhe historia e tyre sapo ka filluar. Xhemre Bajsel dhe Ajtaç Shashmaz. Ky çift dikur ishte bashk, por rrugët e tyre ndryshuan, duke i lënë fansat në pritje të një ribashkimi, dhe kështu në vitin 2024 ndodhi një mrekulli. Xhemre dhe Ajtaç gjetën sërish rrugën drejt njëri tjetrit. Aludimet e para të pajtimit u shfaqën kur ata filluan të vëreshin së bashku në prapaskenë në ngjarjet shoqërore. Më vonë të dashuruarit pushuan së fshehuri nga kamera dhe u shfaqën dorë për dore në një nga festivalet e filmit. Sot ata duket sikur ndarja vetëm sa i forcoi ndjenjat e tyre, shumë buzëqeshje, shikime të buta dhe lumturi të sinqertë. Historia e tyre është një shembull se si ndonjëherë përpjekja e dytë mund të jetë më e bukur se e para. Kerem Bursim dhe Melisa Sabançi Tapan. Në pranverën e vitit 2024, emri Kerem Bursin ishte sërish në krye të lajmeve, por këtë herë jo për shkak të një roli të ri. Arsyeja ishte lidhja e tij e papritur me Melisa Sabançi, përfaqësuese e një prej familjeve më me ndikim në Turqi. Ata janë takuar në një festë private dhe sipas të afërmëve, mes tyre ka lindur menjëherë një kimi e veçantë. Në fillim, çifti fsheu me kujdes lidhjen e tyre, duke shmangur fotografitë e përbashkëta. Çdo muaj që kalonte, u bëhej gjithnjë më e vështirë, të dashuruarit filluan të vëreshin në udhëtimet romantike dhe në darkat e përbashkëta. Sot Kerem dhe Melisa vazhdojnë të takohen, dhe romanca e tyre quhet një nga më të ndriturat dhe më misteriozet në showbizin turk.